Hajdini me mua që t'ju tregoj një moment të çmendur nga etapa e parë e Giro Italisë, që nuk e shihni çdo ditë. Pamjet që po shikoni janë filmuar shumë afër finishit dhe këtu ndodhi gjithçka. Mats Petersen nga ekipi Trek Segafredo fluturoi drejt fitores me një sprint që ndezi gjithçka. Atmosfera ishte e jashtëzakonshme. Turmat, zhurma, britmat, helikopterët që fluturonin mbi kokat tona. Ishte një kaos i bukur. Shumica e njerëzve që pash ishin turistë ose fansa të Giros që kishin ardhur Ajenkas për të ndjekur këtë ngjarje. Këtu ndiheshe si pjesë e historisë dhe unë isha me kamerën gati për t'ju treguar juve gjithçka. Dhe çfarë ndodhi pas finishit? Në skenën zyrtare me duar turkitje dhe kamera gjithandej, ministra shqiptare e arsimit dhe e sportit Olgerta Manasiliu, nën shoqërinë e ish ciklistit Vincenzo Nibali, i cili e ka fituar më parë 2 herë Giron, i dha fituesit të sotën fanellën roz, që simbolizon leadershipin në Giro. Ministro dello Sport, Matteo Veronesi, CEO Human.